21/8. Methaçin kryeministër u vodha 25 kg ari në dhomën e dëshmive të policisë në Pej. Methaçin kryeministër, arsimi universitar u rënua nga politizimi skajshëm i UP-s, nga publikimet plagjatur dhe nga 32 universitetet private ku shumë nga profesorët ishin bashkëpartiak të Thaçit. Methaçin kryeministër, Kosova nuk mori asnjëherë raport progresi me nota pozitive, për çdo vit BE-ja përsëriti nevojën për të luftuar korrupsionin dhe krimin. Methaçin kryeministër, Kosova u rendit në raportet ndërkombëtare si një vend gjysmë autoritar dhe me korrupsion super të lartë. Methaçin kryeministër, shëndetësia u dominua nga skandalet me klinikat private, ndër të cilat rasti klinikës Medicus me trafikimin e palegjshëm të veshkave. Methaçin kryeministër, KQZ-ja u detyrua të dorëheqej nga kërkesa e saj për të vënë kamera në vend votime, çka u pasua nga vjedhja masive e votave. Methaçin kryeministër, Kosova pagoi 6 milion euro kompanisë izraelite Saçi & Saçi për një spot publicitar që doli të ishte i kopjuar. Methaçin kryeministër, i tërë distribucioni i kekut u shit për vetëm 26 milion euro. Methaçin kryeministër, u nënshkrua një marrëveshje pa çmim për autostradën e Kombit, që rezultoi të ishte autostrada më e shtrenjtë në Evropë. Methaçin kryeministër, aeroporti Prishtinës u dha me koncesion për 20 vjet për vetëm 100 milion euro. Methaçin kryeministër, në Kosovë u aplikua privatizimi i tipit neoliberal, siç ishte bërë në vendet afrikane dhe amerikano-latine. Rezultati i privatizimit ishte që fabrikat dhe ndërmarrjet u shitën, por investimet nuk erdhën. Methaçin kryeministër, ai që kishte drejtuar procesin e privatizimit Dino Hasanaj, u tha se u vetvra me 12 goditje me thik. Methaçin kryeministër, filloi valja e parë e emigrimit që solli tragjedinë në lumin Tisa. Methaçin kryeministër, Mitrovica mbeti ndar përkundër aksionit të policisë së Kosovës në veri më 25 korrik 2011, policia u detyrua të zmbrapsej duke humbur pjesëtaren e saj Enver Zymberaj. Methaçin kryeministër, transformimi i FSK-s në ushtri u shtye nga një vit në tjetrin për të mos u bërë ende. Methaçin kryeministër, ekonomia e Kosovës mbeti e pazhvilluar njësoj si dhe projekti për të plani Banskoj Bullgarisë. Methaçin kryeministër, 40% e kosovarëve jetuan të papunë dhe 40% e kosovarëve jetuan në varfëri. Methaçin kryeministër, Kosova doli me popullsi të përgjysmuar në regjistrimin e dështuar. Methaçin kryeministër, policia e Kosovës zbatoi urdhra politik për të gjithë ata që guxuan të shfaqin paknacitë e tyre. Methaçin kryeministër, vetëm brenda vitit 2011, atij u refuzuan 27 kërkesa për t'u takuar me burgshtetas të Europës. Methaçin kryeministër, Kosova bisedoi pa ndërprerje me Serbinë, pa kushte, pa dënimin e krimeve të luftës, pa kthyer të pagjeturit, pa marrë dëmshpërblimet e luftës, pa marrë fondin pensional dhe pa marrë artefaktet arkeologjike. Brenda pak vitesh, ndryshoi aq shumë, saqë në një intervistë për Euronews, tha që kishte thënë se ai kishte qenë larg fronteve të luftës, duke mohuar të kaluarën e tij në UÇK, me të cilën ishte ngritur në politikë. Si kryeministër, ai bisedoi gjatë me krerët serb Dačić dhe Vučić, dikur bashkëpunëtor të Miloševićit dhe Sheshelit, mes të cilave ai negocioi marrëveshjen për asociacionin e komunave serbe. Pronto? Allo, pronto? Come stai? Se si kishte qeverisur Thaçi, u kuptua më mirë pas rrjedhjes së disa përgjimeve telefonike të policisë, ku në mënyrë krejt të papërgjeshme për një kryeministër, ai dëgjohet teksa flet me një stil mafioz në italisht, gjuhë të cilën ai nuk e njeh. Methaçin kryeministër, Kosova u bë një toplajm i mediave botërore pas akuzave të Dick Martit, sipas të cilave Thaçi kishte drejtuar një grup kriminal që kishte trafikuar organe të serbëve në atë që njihet si shtëpia e verdhë. Hashim Thaçi premtoi që do ta padiste Dick Martin, por ai nuk e bëri kurrë këtë. Thaçi nuk bëri asgjë për t'ia hequr UÇK-s barrën e akuzave për trafikim organesh, çka solli gjykatën speciale. Pas dështimit të votimit të specialis në qershor, Thaçi shtrëngoi deputetët e tij të votonin të njëjtat amandamente me 3 gusht të 2015-s. Të lejoj që gjykata speciale të barazoj. Pas kësaj, Hashim Thaçi, që dikur kishte drejtuar UÇK-n, u mbor në OKB për gjykatën speciale që do të hetoj krimet e supozuara të UÇK-s. Methaçin ministër i jashtëm, Kosova mbeti e izoluar pa liberalizim të vizave. Methaçin ministër i jashtëm, Kosova dështoi të antarësohej në UNESCO. Methaçin ministër i jashtëm, njohjet për Kosovën u stopuan në 111 shtete. Methaçin ministër i jashtëm, ai nënshkroi marrëveshjen për demarkacionin me malin e Zi, e cila mund ta lërë Kosovën me 9000 hektar tokë më pak. 18 vjet pas hyrjes së tij në politik, Hashim Thaçi mëton që karrierën e tij ta vazhdoi si president i Republikës së Kosovës.